Falëndërimet, lavdrimet dhe gjitha adhurimet i takojnë Allahut fuqiplot. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë dhe mëshirë kërkojmë. Kurse salatet dhe selamet, përshëndetjet tona me të përzemërta, i adresojmë me të zgjedhurit të njerëzimit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve tij të nderuar dhe gjithë atyre që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj i nderuar i xhamat, pasi falenderojmë Allahun azza wa jall dhe pasi i dërgojmë salate dhe selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falenderojmë hoxhallarët e kësaj xhamie, Hoxh Sinani dhe Hoxh Blerimin, të cilët më nderuan duke më dhënë mundësinë që të ngritem në këtë mimber për të i përcjellur deri tek ju në disa këshilla, me shpresë se do na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj neve pa humbur kohë, shfrytëzojmë rastin dhe flasim për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilën mendojmë se është tepër i dobishëm dhe tepër me rëndësi për çdo besimtar dhe besimtare. Këtë hadith na transmeton Imam Ahmedi, Allah e pasmëshiru, nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu wa ardah, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Katër gjëra nëse i posedon, nuk ke pse të brengosësh edhe nëse të ka ikë diçka nga kjo dynjë. Nëse këto katër gjëra i ke dhe i posedon, nuk ke pse të mërzitesh, nëse edhe nuk ke asgjë nga kjo dynjë sepse të mjaftojnë këto gjëra. Kjo nuk do të thotë që muslimoni duhet me elon dynjon anash, jo, ti investo, fito, gjallëro, puno, fito sa të duash. Mirë po pas këtij investimi, pas investimit të këtyre katër gjërave, sepse këto janë më të mira se dynjoja dhe krejt çka ka në to. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na tregon se cilat janë këto katër gjëra. Thot hifdhul amana, ruajtja e amaneteve, wasidqul hadithi, sinqeritetin në fjalë dhe në vepra, wa husnu khaliqa, morali i mirë, sjellja dhe karakteri i mirë, wa iffatu mat'am, edhe delirësia në të ushqyer apo pasuria halal. Nëse këto katër gjëra i ki, ruajtjen e amaneteve, sinqeritetin në fjalë, në vepra dhe në gjitha sjelljet, moral dhe karakter të mirë, edhe pasuri me djerës halal, nuk ke pse të brengosësh nëse të ka mungu apo të mungon diçka nga të mirat e kësaj dynjaje. Edhe nëse nuk ke pallat të mirë, edhe nëse nuk ke vetur të mirë, apo telefon të mirë, apo veshmbathje të mirë, apo ku ta di unë, nëse këto i kije, vallahi kanë me të mjaftu me lenë Allah subhanahu wa ta'ala. Hifdhul amana, ruajtja amaneteve. Dhe kjo i nderuar i xhamat përfshin krejt dynjon dhe ahiretin e besimtarit. E amaneti më i madh i nderuar i xhamat është besimi dhe imani të cilën Allah azza wa jall na ka dhënë. Thot Allah azza wa jall: Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ne ja kemi paraqit amanetin, kryerjen e obligimeve, qiellit, tokës, maleve, dhe kanë refuzuar, fa abaynaha wa ashfaqna minha, dhe janë friksu. Wa hamalaha al-insan, e insani, njeriu, e ka marrë përsipër që me ruajt këtë amanet. Andaj nderuar i xhamat, imani është amaneti më i madh dhe më i çmuar që neve posedojmë, dhe atë duhet ta ruajmë si sytë e ballit, madje edhe më mirë se sa sytë e ballit, sepse është pasuria më e madhe, më me vlerë që e posedojmë. Nëse dikush të lën një amanet me peshë me vlerë, ndonjë gur të çmuar, ari apo argjend e kështu me radhë, dhe merr atë amanet përsipër, kujdesesh tepër mirë me to, mundohesh me vendos në vendet më të sigurta sepse e ke marrë përsipër, edhe është i çmuar, edhe ki me dhënë përgjegjësi para atina që ta kalon. Dhe nëse e tradhton këtë amanet, krejt ka me thonë, e tradhtoi me gjithat amanet që ala dhe e anashkallej. Pa nëse kjo është për amanetet e kësaj dynjaje, po amaneti më rëndësishëm që e posedojna, imani,
Andaj nderuar i xhamat, ruajtja e imanit bëhet duke i kry obligimet dhe duke u larguar nga gjunat edhe mëkatet. E në kryet e këtyre obligimeve nderuar i xhamat është namazi. Është gjithashtu amaneti më i madh që na ka lënë Allahu pas imanit. Madje imani ruhet duke ruajt namazin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ishte duke folë me sahabët, me shokët e tij në një mezhlis, dhe ishte tema rreth namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Men hafadha alaiha", kush e ruan namazin, i kushton rëndësi namazit, me fal në kohë, me fal çysh duhet, me fal çysh e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farzët, obligimet, sunetet dhe kështu me radhë. Men hafadha alaiha, kush e ruan atë mirë, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Ka me qenë nur, namazi ka me qenë nur për besimtarin. Nur, dritë që ja shëndrit zemrën e tina, ja shëndrit fytyrën dhe fizionominë e tina, ja shëndrit komplet jetën, ja shëndrit varrin e tina, ja shëndrit kur del para Allahut subhanahu wa taala, në ditën e gjykimit, në orën e siratit, duke shkuar në xhenetet e Allahut azza wa jall, si ka përshkruar Allah azza wa jall: "Nurun yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim wa an shamailihim." Dritë që i buron nga duart e tyre, nga para dhe nga mrapa, nga djathtë dhe nga majt, saqë edhe munafikat kur ti shohin se ata janë në errësirë dhe s'po shohin asgjë, e i shohin besimtar duke hedhur me nur në për urën e siratit, kanë më thonë: "Dharuna naqtabis min nurikum", pritna që edhe na të vina kështu mas juve, pas nurit, pas dritës juve. Mirë po i ka vërhuar nifaku dhe dyftyrësia e tyre. Por namazi është nur që ta shëndrit zemrën, fytyrën, fizionominë, jetën komplet, ta shëndrit varrin dhe ditën e gjykimit kur të dalësh para Allahut subhanahu wa taala. Kanat lahu nuran wa burhanan. Namazi është argument i nderuar i xhamat. Është argument që ti je besimtar dhe beson Allahun subhanahu wa taala. Imani nuk është, siç ka thënë Hasan al-Basri, "Laysa al-imanu bit-tamanni wa tahalli". Imani nuk është zinxhir çafore që neve ngjesim dhe tregojnë që jemi besimtar. Po çka është imani? Ka thonë: "El-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal". Imani është ajo që ka lëshuar rrojt thellë në zemër dhe kjo vërtetohet me vepra. Andaj namazi është argument që ti je besimtar, i bën sejdë Allahu subhanahu wa taala. Dhe argumenton imanin ton. Nuk flet vetëm fjalë, sepse imani nuk është vetëm fjalë, por është vepër. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Dhe është shpëtim për të në ditën e gjykimit. Dhe ai i cili ka shpëtuar në ditën e gjykimit, ndëruar xhamat, kjo është fitoria më e madhe me plot kuptimin e fjalës. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz." Dhe ai i cili ka shpëtuar zjarrit të xhenemit dhe ka hyrë në xhenet, ai ka fituar. Kjo është fitimtari me plot kuptimin e fjalës. Prandaj ndëruar xhamat, Allah azza wa jall i ka lavdruar ata cilët e ruajnë amanetin. Ka thonë: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un", ata cilët i ruajnë amanetet e tyre dhe i zbatojnë premtimet e tyre. Dhe Allah subhanahu wa taala gjithashtu na tërheq vërejtjen dhe na thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar, "la takhunu Allaha war rasula", mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e Tij, "wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun", e ju kështu e tradhtoni amanetin tuaj dhe ju e dini fort mirë se sa është shëmtuar ashtu. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La imana liman la amana lah", nuk ka iman ai i cili nuk i ruan amanetet. "Wala dina liman la ahda lah", edhe nuk ka fe ai i cili nuk i zbaton premtimet. E kështu është amanetet me Allahun subhanahu wa taala, pastaj amanetet me njerëz. Amanet është syni, amanet është veshja, amanet është ndëgjimi, amanet është trupi, amanet është shëndeti. Këto janë amanetet që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, andaj duhet me i ruajt dhe me i shfrytzu vetëm aty ku e kënaqin Allahun azza wa jall dhe asesi aty ku e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Hifdhul amana wa sidqul hadithi, dhe sinqeritetin në fjalë dhe në vepra. Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët që të jenë të sinqertë. Thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin". O ju që keni besuar, keni frikë Allahun azza wa jall dhe bëhuni me të sinqertit. Bëhuni të sinqert. Ka thon Saadi, të sinqert ata të cilët
në fjalët e tyre, në veprat e tyre dhe në sjelljet e tyre janë të sinqertë dhe të drejtë. Andaj sinqeriteti është një vlerë morale, është një pozitë e lartë që muslimani duhet ta ndjek dhe ta pasojë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aleikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Bëhuni të sinqert dhe kërkoni të sinqeritetin, sepse sinqeriteti çon në veprat mira, e veprat e mira çojnë në xhenet. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa. Dhe njeriu vazhdon që me qenë i sinqert dhe vazhdon që me kërku sinqeritet dhe me kultivua atë në zemrën e tij derisa të shkruhet tek Allahu azza wa jalla i sinqert. Ai i cili është shkruar dhe është regjistruar në regjistrin e Allahut si i sinqert, ai ka shpëtuar në dynjë dhe në ahiret. Wa aleikum wa iyyakum wal kadhib, edhe kujdes ndaj gënjeshtrës, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, sepse gënjeshtra çon në vepra të këqija, në gjuna dhe mëkate. Wa innal fujura yahdi ila an nar, e gjunahet të çojnë në xhehenam. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba, dhe njeriu vazhdon që të gënjej dhe vazhdon që të kërkojë me gënjye, ndjatën të majtë me atën që një me atë që s'e një kështu me radhë, derisa të shkruhet tek Allahu azza wa jall gënjeshtar, dhe ai i cili shkruhet te Allahu azza wa jall gënjeshtar ka humbur në dynjë dhe në ahiret. Hifdhul amana wa sidqul hadithi wa husnu khaliqa, edhe me pas moralin e mirë, me pas sjelljen e mirë, karakterin e mirë. Ndërruar i xhamat, njerëz nuk të shikojnë namazin ton, nuk e shikojnë agjerimin ton, apo nuk të shikojnë sa jep ti sadaka. Njerëz shikojnë sa ti je i sjellshëm, sa ti je i moralshëm. E nëse ti je i sjellshëm dhe moralshëm, pastaj kanë me ta marrë edhe namazin, edhe agjerimin, edhe atjetën, edhe atjetën. Mirë, po ti mundesh me kanë me sjelljen tonë, me karakterin ton, me ftu njerëz në fe dhe në namaz dhe në din, si edhe mundesh me konë me sjelljen tonë të keqe dhe të rënd, me konë pengese me largu njerin edhe prej namazit, edhe prej dinit komplet. Allahu na ruaj. Andaj ndëruar i xhamat, na mjafton neve që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është njeriu më i moralshëm dhe më i sjellshëm që ka shkel këtu. Dhe atë me dëshminë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Më të vërtet, ti je në pjedestalin më të lartë të moralit. Ti o Muhammed e ke prej kulmin e moralit. Ti je njeri më i moralshëm që ke shkel këtu. E si ka mundësi ndëruar i xhamat që neve me kanë ummet i njeriu më të moralshëm edhe me pas sjelljen më të keqe dhe më të shëmtuar. To janë dy të kundërta që nuk bashkohen asnjëherë. Andaj neve duhet me u krenu që jemi i me të këtina dhe me pasua atë edhe në këtë fush në moral. Për moralin e tina kër është pyet Aisha radiallahu anha, personi me i dashër dhe me i afër i pejgamberit sa bashkëshorët e tina në besimtarëve, ka thonë kana khuluquhu al-Quran. Morali i tina ka qenë Kurani. Pra raporti i shpesht me Kuranin, fërkimi i shpesht me Kuranin, ka bërë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me që njeriu me i moral shumë që ka shkel këtu. Andaj ndëruar e xhamat, Kurani edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në duart e tona, dhe sa më shumë që neve kemi kontakt me Kur'an, sa më shumë që neve praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo na kultivon moralin dhe sjelljen e mirë në zemrat tona. E nëse neve arrijmë që me kultivu sjelljen e mirë dhe moralin në zemrat tona, kena fitu në dynjë dhe në ahiret. Çka kena fitu? Në dynjë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, njerëz më të kompletuar imanlisht, janë njerëz më të moralshëm. Apo don me ditë, ai i kompletuar apo je ende gjysmë, shiko sjelljen edhe moralin ton. Se pejgamberi ka thënë njerëz më të kompletuar imanlisht janë njerëz më të moralshëm. Kurse për në ahiret thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma shay'un athqalu fi mizanil mu'mini Yawm al-qiyamati min khuluqin hasan. Nuk ka vepër që rëndon peshorën e veprave të mira të besimtarit në ditën e gjykimit sikurse morali i mirë. Nuk ka vepër që mund me ta peshurë. Ati që i peshon peshorja veprave të mira në ahiret, ai ka me qenë prej xhenetive me lejen e Allahut azza wa jall. Kurse gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna min aqrabikum ilayya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yawm al-qiyamah ahasinukum khuluqa. Njerëz që më shumë ti uni duhet dhe njerëz të cilët do jenë më së afërmi me mua në ditën e gjykimit në xhenet,
janë më të moralshmit. A dënë që me konë prej atyre që i dënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A dënë që me konë dashamiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me konë afër në mezhlis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Investon në moralin tënë. Dhe fundit një nderuar xhamat ka thonë ifratu mat'am, me pas pasuri halal, me pas delirsi në të ushqyer. Edhe kjo është tepër më rëndësishme sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë, Allahu është i pastër dhe se nuk pranon asgjë tjetër përveç se të mirë dhe të pastër. E pranon vetëm atë që është fituar me djerz dhe halal dhe asnjë atë që është e dyshim. Andaj Allahu azza wa jalla ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar pejgamberët. Ju drejtohet pejgamberi thotë ja ayyuhar rusul, o ju pejgamber, kulu min tayyibati wa'malu saliha, hani sana halal, hani sana të mira të pastërta dhe punoni vepra të mira. Kurse besimtarët kanë ja ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun. Hani halal, hani për të mira që neve i kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun nëse jeni ju besimtar. Pra këto katër gjëra, nëse i posedon mos u bë marak nëse të ka i diçka nga kjo dunja sepse ti e posedon pasurinë e kësaj dunjës dhe të ahiretit. Lutem Allah na dhënë që na bëj prej atyre që i ruajnë amanetet e tyre, prej atyre që e ndjekin dhe kërkojnë sinqeritetin e fjalën e veprave dhe në sjellje, si edhe moral të mirë, edhe ushqim halal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.